Amfiteatri Antik i Durrësit u mbush mbrëmjen e sejntes me ngjyra tinguj dhe emocione në hapjen e Festivalit të Muzikës dhe Valleve organizuar nga World Festival Association. Rreth 400 pjesëmarrës nga më shumë se 10 shtete, përfshirë Ukrainën, Polonin, Bullgarinë, Rumanin, Malinezi, Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë, Turqinë, Serbinë dhe të tjerë, do të performojnë në ditën në vijim duke sjellë me vete traditat, kostumet dhe shpirtin kulturor të vendeve që përfaqësojnë. Pjesëmarrësit vlerësojnë faktin që marrin pjesë në këtë festival duke folur me superlativa për Shqipërinë. Jam nga Polonia, nuk është hera e parë që vim këtu, por është hera e dytë që marr pjesë në këtë kompeticion. Mendoj se është një atmosferë fantastike dhe Shqipëria është një vend shumë i bukur. Unë jam nga Bullgaria dhe vi për herë të parë dhe jam shumë i kënaqur. Ne vallëzojmë dhe luajmë me këngë folklorike. Jemi shumë të lumtur që marrim pjesë në këtë tur. Ky është festivali më i madh që bëhet në lidhje me kulturat e ndryshme. Ne bëjmë këtë festival çdo vit në Durrës, duke filluar nga 2016 dhe dua të falenderoj të gjithë ata që na kanë bashkuar. Shqipëria po shkon shumë shpejt përpara duke u zhvilluar, jo vetëm me infrastrukturën dhe turizmin, por me çdo gjë. Të gjithë grupet që vinë këtu nga jashtë kanë të njëjtin opinion. Shqipëria po zhvillohet shumë shpejt. Ky festival ndërkombëtar i kthyer në traditë tashmë do të vijojë gjatë gjithë verës duke sjellë tinguj dhe ngjyrat e këngëve dhe valleve folklorike anë mban botës. Festivali ka shndruar arenën antike të Durrësit në një skenë të gjallë të trashëgimisë kulturore botërore ku vallet tradicionale dhe muzika i japin jetë një spektakli që i flet të gjitha gjuhëve.